7 persona u vunë në pranga këtë të premte si pjesë e operacionit të koduar Perimetri 2 për goditjen e veprimtarisë kriminale të shitjes së lëndëve narkotike dhe lojrave të fatit në qytetin e Laçit. Pas një hetimi disa mujor, sektori për hetimin e narkotikëve në Lezhë, forcat Shqiponja dhe FNSH Tiranë dokumentuan veprimtarinë e 6 shtetasve që merreshin me shitjen e kanabisit. Hetimet zbuluan se këta persona e ndanin drogën në doza dhe e shpërndanin në zona të ndryshme të qytetit, duke përfshirë edhe mjediset pranë shkollëve. Gjatë ndërhyrjes në terren, forcat e rendit zbuluan edhe një lokal ku ishin vendosur kompjutera për lojra fati të paligjshme. Për këtë rast, u arrestua në flagrancë pronari i biznesit, i cili rezultoi se ishte babai i 2 prej të rinjve të prangosur për drogë. Përveç aktivitetit të kundërligjshëm të Bixhozit, ky shtetas e ushtronte aktivitetin në mënyrë të fshehtë, duke mos e regjistruar subjektin dhe duke mbajtur punonjës të pasiguruar në organet kompetente. Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi një sasi lënde narkotike të llojit cannabis sativa, 6 automjete që përdoreshin nga të dyshuarit, aparate celular si dhe 7 pajisje elektronike për lojra fati. Materialet procedurale për rastin i kanë kaluar tashme prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme penale.